Pas gati 26 vjetësh, Hashim Thaçi dhe James Peter Covey po qëndrojnë në të njëjtën hapësirë, njëri si akuzuar e tjetri si dëshmitar pro tij. Ish zëvendësi udhëheqësi të OKB-s Bernard Kouchner e nisi dëshmimin pikërisht për një takim që kishin zhvilluar në shtator të vitit 1999 për të diskutuar demilitarizimi i ushtrisë qeverimtare të Kosovës. Atë ditë Covey tha se kishte kuptuar që Thaçi nuk kishte autoritet mbi komandantët e zonave. Ai që fliste në emër të UÇK-s ishte Agim Qeku. Kjo më kujtohet fare qartë sepse dukej se po konfirmonte atë që ne besonim në fillim me zotrin Thaçi, që ai kishte marrëdhënie të ndërlikuar me komandantët në terren dhe se ata kishin shfaqur mungesë respekti ndaj tij. Përveç komandantëve të zonave, Thaçi nuk konsideroi si komandant as nga vetë misioni UNMIK-ut. Unë këtu flas në emër të UNMIK-ut, andaj mund të them që as UNMIK-u nuk e ka trajtuar atë si komandant. Këtu u prezantua një dokument përmes së cilit Thaçi kishte kërkuar Kushnerit që të paktën 10 persona ta mbajnë armën përkundër marrëveshjes për demilitarizim. Thaçi ja kishte bërë një kërkesë Kushnerit që disa persona të mbajnë armë edhe pas demilitarizimit, por kuptohet që ne as nuk ju përgjigjëm kësaj letre. Avokati Misheti që paraqiti edhe vizitën e Thaçit në familjen Jashari në prag të hyrjes së tij në politikë. Mbështetja e familjes së Jasharëve do të ishte avantazh në zgjedhje. Ndërsa e prezantoi një dokument të 28 qershorit 1999 në cilin shkruaj për angazhimin e Thaçit që konflikti ndëretnik të mos vazhdonte. Në dokument thuhet se udhëheqësi i shqiptarëve të Kosovës, Hashim Thaçi, arriti që ta zboste një konfrontim të mundshëm, kur ndaloi qindra persona që të mos kalonin në pjesën e kontrolluar nga serbët në veri. Thaçi e bindi turmën që të tërhiqej. Me përmbajtjen u pajtua edhe Covey. Kjo përputhet me ato që më kujtohet ti ke thënë Thaçi dhe se si e ka trajtuar dhunën ndaj pakicave etnike. Në mungesë të pyetjeve të avokatëve tjerë, seanca së martës u mbyll për të vazhduar të mërkurën me pyetjet e prokurorit fillimisht e më pastaj të trupit gjykues.